Mirëdita miq të Partizani Channel, djemt të marshojnë drejt fushës, sfida e javës 13 pret emocione të forta në rreth demo teksa skuadra e Partizanit dhe Vllaznisë për grupmoshën 9 veçarëve do të zhvillojnë një përballje vërtet mjaft të nxehtë. Pritet krosimi, tillë është i mirë dhe goditje pa besueshme, devijimi Skejës, çfarë kemi shpërdoruar Arapi. Një pasim i rrezikshëm, për pak sa rrezikolli shkoni çfarë mundësie nga një pasim që fatmirësisht mbyllet me sukses nga Darius Zadeja. Edhe një herë duhet ndërhyrja e Zadejës. Rënditje Skënderbeun në vendin e 9, kampionin e fuqi pra për këtë grup mosh, skuadra që përfaqësoi Shqipërinë në kupat e Youth European League. Abdu niset kjo goditje që ka 11 metrash për Partizani, një ndërhyrje e rrezikshme ndaj Sariu Abdu, i menjëhershëm vendimi i latajt. Niset Erald Renga. Goditja që shkon në rrjet, shënon Partizani, minutet 18 zhblokot sfida, 1-0, Era Renga shënon dhe gol e tij të 7 në këtë sezon. Dhe festa e Partizani, festa e kuqe. Pishtari dhe Zhuri, le të shkojmë çfarë sjell, duhet të tregojmë të kujdesshëm, të vëmendshëm, të përqendruar. Zhuri, krosim shumë i rrezikshëm, goditja që ndërhyn Zadeja, edhe një Zadeja. Krosimi në shtyllë e parë, goditja dhe pa besueshme pas kjo tjetër goditje Skejës. Nuk arrin dot Partizani. Edhe një herë merr përsipër Çamili që këtë herë do ta krosoj vetëm. Nuk do jetë kjo një skem. Është një krosim i mëhershëm. Goditja dhe ndërhyrja e portierit me pas Arapi sërish, topi që mbetet në zonë. Sulmon Abdu. Gjithmonë Sariu Abdu. Pritet dhe lëvizja e Çamil e tillë është, mundësia për një tjetër krosim të bukur. Krosimi drejt shtyllës së dytë, e pabesueshme! Sa rrezikon të erë Arapi. Del fitues Kaplane që vërshon drejt zonës së 16 metra, duhet të tregojmë të kujdesshëm. Toka si krosim që mbetet në zonë, e më pas me forcë godet. Një top i preku me dorë, thot gjyqtari, dhe ka akorduar penalti për Vllaznin. Shpresoj të urojmë shumë që Zadeja t'ja dalë, nisë Zhuri, goditja që transvers dhe rrjet. Barazot sfida. Tjetër krosim në detaj për Nelën, nuk arrin dot Arapi, mund të përfitojë, mundësia në zonë Arapi, Himallari, kërkon hapësirën, gjithmonë Himallari, e shtron për Hidrin, që më të parë në godet, jashtë kuadratit. Renga, për Himallarin, mundësia tashmë, Elson Himallari, pozicioni është i rregullt, kërkon hapësirën, provon të futet në zonë, lëvizje mjaft e mirë Himallari, pasimi tokës, Abdu, mundësia goditje, dhe shkon në rrjet, 2-1 Partizani. Rikthehet avantazhi në arenën e demave. Rikthehet avantazhi pas kësaj këmbgulje mjaft të mirë të skuadrës kuqe. Le të shikojmë pasi Partizani vërtet ka lojtar me shumë cilësi në pjesën e goditja ka këndi pra. E pa besueshme Dervishi që shikon zonën, duhet i fort, i plot për Çamilin, pozicioni është i rregullt, krosimi tokasi, një devijim por dhe një ndoj, nuk e lejon për të konkretizuar një fitore mjaft të rëndësishme në takimin e sotshëm. Çamili, krosimi, goditja, ndërhyn ndoj. Kjo sjellje e Abdus, Himallari një devijim dhe Abdu pa besuar shtylla me pas topi rremuj, goditja. Shënimi një tjetër goli, ndërsa shikojmë të gatshëm Mali, Ysaliu, Shega, të gatshëm dhe Leshaj. Krosimi që blokohet, një preke lehtë dhe goditja shkon në rrjet. 3-1 ka shënuar Wesley Arapi. Një krosim që u devijua dhe shkoi në asist për Abdun me një preke të lehtë, i dha mundësinë Wesley që ndodhi në zonë duke pritur këtë mundësi dhe dërguar topin në rrjet. 3-1 Partizani. Çupi, nuk arrin dot. Kthupi, një mundësi e mirë për provuar për Vllaznin. Gjithmonë Kthupi krijon hapësirën goditse. Duhet të tregojmë të kujdesshëm dhe ka 11 metrash. Është një moment ku do të tregojshim më të qetë dhe më të ftohtë që niset. Përballë ka Zadejan, gjithmonë pishtari. Goditja e tij. Pret Zadeja duhet të rryen mbrojtjes. Edhe tillë është. Mbetet rezultati 3-1, një ndërhyrje vendimtare e Darius Zadejës.